Mirë se vini. Sot kemi përpara dy materiale mjaft interesante, apo jo? Do bëjmë një diskutim pak më të thelluar. Po, kemi një tekst që flet për disa fakte shkencore, si thuash, të atmosferës që përmenden në Kuran. Dhe tjetri? Tjetri na çon në një tjetër drejtim. Fokusohet te sinqeriteti, ihlas dhe shërbimi, ai vetmohuesi në kontekstin shpirtëror. Pra, një lundrim interesant, nga kozmosi fizik tek ai I brendshëm. Pikërisht, burimet janë teksti fakte rreth atmosferës në Kuran dhe transkriptimi Melodi 385. Qëllimi është të kapim pikat kryesore. Dhe ndoshta ndonjë lidhje mes tyre. Të shohim botën materiale dhe atë shpirtërore. Po, saktësisht. Mirë, le t'ja nisim nga atmosfera. Teksti I parë thekson diçka që e dim por shpesh e harrojmë. Që nuk I vlerësojmë dhuratat që kemi, si vetë ajri që thithim. Po, si atmosfera. Citohen dhe ajete për këtë, për mos mirënjohjen tonë, që s'mund t'i numërojmë dot mirësitë e Zotit. Dhe përshkruan atmosferën si mburoj. Mbrojtje nga meteorët na jep ajër, mundson zërin, erat. Dhe autori thotë t'i shohim këto me syrin e besimit. Po, pastaj bëhet më specifik. Për shembull, përmend një ajet, Enam 125. Po, ai që flet për shtrëngimin në gjoks. Pikërisht, sikur të ngjitej në qiell. Dhe autori e lidh këtë me shkencën, me mungesën e oksigjenit dhe rënien e presionit në lartësi. Po, saktësisht, kjo ndjesi shtrëngimi që përshkruhet aty. Kjo është interesante. Edhe fjala arabe që përdoret, yasadu. Po, që sugjeron një ngjitje me mundim, me vështirësi. Mund të jetë një aludim për vështirësitë e fluturimit lart, apo edhe në hapësirë. Kështu interpretohet në këtë tekst, si një shenjë. Ka dhe një argument tjetër interesant. Ai për lëvizjen e tokës. Përmenden ajetet 6 dhe 7 të sures Naziat që flasim për Rajife. Që tradicionalisht kuptohet si dridhja e kiametit. Po, por këtu jepet një interpretim tjetër. Fjala do të thotë ajo që dridhet vazhdimisht. Dhe propozohet që mund t'i referohet lëvizjes së pandërprer të tokës, dridhjes së saj konstante, diçka që gjeofizika moderne ka vërtetuar. Përmendet edhe ngadalësimi I rrotullimit të tokës. Pra, një lexim I ajeteve në dritën e njohurive të sotme, po për shiun dhe erat çfarë thuhet? Aty citohet ajeti 22 I sures Hijr. Erat përshkruen si pjalmuese, lawakih, që sjellin shiun. Pjalmuese, si shpjegohet kjo? Shpjegimi shkencor që ofrohet është ky. Rreth kanë ngarkesa elektrike të kundërta, por elektriciteti atmosferik I pengon të bashkohen. Erat, si thuash, ndihmojnë që kjo pengesë të kalohet. Duke I bashkuar piklat, një lloj pjalmimi. Po, kështu përshkruhet. Një pjalmimi reve nga era që mundëson shiun. Këto shihen si përputhje, pra? Mirë. Pra, ky burim na jep një panoram të atmosferës si sistem kompleks, dhurat hynore, dhe argumenton për harmoni mes Kuranit dhe shkencës. Por tani, si kalojmë nga kjo atmosfera fizike tek ajo e brendshme? Pikërisht këtu hyn burimi I dytë, Melodi 385. Ndryshon fokusin tërësisht. Çfarë thekson ky tekst? Nevojën absolute për sinqeritet, ihlas, që çdo vepër, çdo fjalë të bëhet vetëm për kënaqësinë e Zotit, ridha, pa kërkuar asgjë për vete. Dhe paralajmëron kundër egoizmit, vetpëlqimit. Shumë ashpër madje. Ka një thënie aty. Kushti I shfaqjes së qenies tënde hynore është që unë të mos jem. Do me thënë minimizimi I unit, vetmohimi? Po. Vlera e vërtet nuk është te madhështia jashtme, por te pastërtia e qëllimit. Citohet diçka si një grimc vepre me sinqeritet vlen më shumë se batmane veprash pa sinqeritet. Njësi e madhe peshe, batman, pra cilësia mbi sasin, dhe cilësia vjen nga ihlasi. Ka ndonjë shembull për ta bërë më të qartë? Po, përdoret shembulli I një ëndre. Dikush shihte në ëndër sikur therte 2 dema, por që peshonin si 1.000 ton. 1.000 ton. Si interpretohet kjo? Që një vepër në dukje e vogël, si një kurban, po gjëse bëhet me sinqeritet të plot, merr një peshë shpirtërore të pamase. Bëhet diçka e madhe në sytë e Zotit. Po, si një grimc që synon diellin, ose një pikë që synon oqeanin. Merr vlerë të jashtëzakonshme dhe mund të ketë ndikim të madh, të hap zemra. Pra,
Edhe pse veprat duhet të kenë logjik, të jenë të përshtatshme për kohën, thelbi mbetet ky, synimi i pastër. Absolutisht. Pa këtë dimension shpirtëror, pa synimin e kënaqësisë hyjnore, edhe veprat më të mëdha mbeten, si thuaç, të zbrasta nga vlera e vërtet. Sinqeriteti është ajri i tyre. Duke i parë bashkë tani, kemi një kontrast dhe ndoshta një lidhje. Nga njëra anë, universi fizik, i rregullt, mahnic, si atmosfera. Dhe nga ana tjetër, nevoja për një rregull të brendshëm, një ekosistem shpirtëror i bazuar tek ihlasi, te qëllimi i pastër. Ndoshta, siç ka ligje fizike që mbajnë gjithçka në ekuilibër, ashtu ka edhe parime shpirtërore që mbajnë vlerën e veprimeve tona. Dhe kjo na sjell te një pyetje përfund, për të menduar pak më gjatë, ndërsa shkenca zbulon shtresat komplekse të atmosferës fizike që në mbron. Po. A mund të themi se sinqeriteti, vetmohimi, formojnë një lloj atmosfere shpirtërore të brendshme, po aq thelbësore, por lulëzimin ton të vërtet dhe pranimin e asaj që